Zbulim madhështor në botën e shkencës dhe shumë pak flasin. Ne do ta përmendim sepse është diçka madhështore. Nuk e di e pat apo jo në përlajme, tregohet për çmimin Nobel që ju dhan 3 shkencëtarëve që kanë bërë një zbulim madhështor, por shumë pak kanë kuptuar ose shumë pak flasin thelbin e zbulimit. Sepse në përlajme, me sa lexova, tregohet vetëm për një zbulim që kanë bërë që mund të ndryshojë botën e teknologjisë dhe kaq. Me një fjalë në sintezë kanë vënë, por pa e treguar. Dhe ne sot do ta flasim sepse është tepër e rëndësishme, sepse ne duhet që të jemi të informuar. Le ta lëm pjesën tjetër të botës, pra pjesën tjetër të njerëzve që duan vetëm budallëqe, por është pikërisht kjo teknologjia që na ka bërë që të ecim përpara. Është kjo që ne këtu tani diskutojmë së bashku, për shembull si telefoni. Telefoni që u zbulua, që është e vërteta, wireless nga Nikola Tesla. Dhe ai e dinte shumë mirë që bota kuantike dhe bota e fizikës kuantike është baza e zhvillimit ton, sepse është një botë e fshehtë, por shumë e rëndësishme, sepse është pjesa dërmuese. Ne trupin fizik për shkakun që ne shohim, është më ndiqni me kujdes, do t'i lutesha. Dhe kush është rastisht ta bëj like faqes që të shihemi sërish. Faleminderit. Dhe po thoshja, ne shikojmë trupat fizik si për shembull trupi ynë apo toka apo shtëpit apo ku ta di unë, por duhet të dini që një pjesë e madhe, pothuaj 90% e botës atje jashtë është fizik kuantike, sepse është energji. Dhe tani do t'ju them se çfarë zbulimi është bërë. 3 shkencëtar, 2 amerikanë dhe 1 francez. Një amerikan është John Clark, tjetri Michel Devoret, që është ai francezi, dhe John Martins, edhe ky amerikan. Dhe këta kanë, shikoj çfarë zbulimi kanë bërë këta. Madhështor thashë. Ky ishte hipotizuar më përpara si zbulim, por ata e zbuluan shkencërisht. Një grimc, pra një grimc e vogël e botës subatomike ose e grimcave të fizikës kuantike mund të shkojë në një mur, pra shkon deri tek një mur çfarë do lloj muri qoftë ky, shtëpi apo ku ta di unë, apo çdo lloj gjë, xham, tok, planet, çdo gjë. Dhe kur arrin përballë, pra ndalet. Dhe në momentin që ndalet, ka një përqindje të vogël që disa nga këto grimca, jo të gjitha, disa nga këto grimca mund që të përshkojnë murin pa kaluar anash, majtës apo ku ta di unë, apo të bëjnë forma tjera. Pra, e përshkojnë murin sikur të jenë quhet efekti tunel, sepse e përshkojnë murin sikur të zhduken nga njëra anë, jo sikur, por zhduken nga njëra anë për të shfaqur nga ana tjetër, ose e përshkojnë atë. Ne deri këtu kemi arritur sepse nuk e dim nëse e përshkojnë ose jo. Pra e përshkojnë në mënyrë direkte ose zhduken. Dim që përshkojnë grimca, disa nga këto grimca, 1% e vogël, përshkojnë murin. E dini se çfarë do thotë kjo, do t'ja u them me fjalë të kështu të thjeshtëzuara. Lexova disa shkrime të një shkencëtar që shpeshherë shkoj aty dhe është Roveli quhet. Jemi miq, le të them, miq, njihemi dhe që doja ta bëja për emisionin e Enigma, me fjalë si të ftuar, por mbaroi emisioni dhe nuk, por jemi akoma në kontakt. Kam telefonin e tij, por nuk e marr telefon. Megjithatë po thosha që vetëm për festa dërgojmë ndonjë mesazh. Por doja t'ju thosha që Roveli kishte bërë një sintezë të shkurtër të këtij zbulimi dhe disa kishin shkruar disa komente, por njëri nga këta komente më ka bërë të qesh me vete për orë të tëra aty kur ishim në zyrë. Dhe po thosh erdhën çuna, thosh çka ke lëre, thash dhe ja u tergova. Sepse me pak fjalë, në një të ardhme, njeriu mund të përshkojë muret. Po, pra mund të përshkojë murin, nëse ne do ta kthenim me ndonjë makineri njeriu, trupin e njeriu në energji, ai mund të përshkojë murin. Po, është e vërtet kjo, pra mund që të ndodhë në të ardhmen, sepse siç ju thash, ka 1% probabiliteti që ti mund të përshkosh çdo objekt. Dhe efekti tunel, që thon këta, është i mundshëm.
është i mundshëm në një përqindje të vogël, nuk diskutohet. Dhe njëri që kishte bërë një koment, tha, pse s'tua, tha, tani tha e hëngra, se tani tha mund të vi, tha, vjerra ime, tha, të kaloj, tha, në përmjet murit, nga dhoma e saj, tha, me fjalë nga shtëpia e saj, sepse kishte e ka shtëpinë me mur të ndarë, ku rri vjerra, dhe ky rri me grua nga ana tjetër, pse s'tua ti, tha, që tani, tha, të presa nëse do ndërtojnë këtë makineri, tha, të vi vjerajme, tha, të kaloj murin e të shfaqet për para krevatit, tha. Kam qeshur me lot, e di që nuk bëhet ndoshta shaka me këto gjëra, por më bëri shumë për të qeshur. Dhe ja u thash që të thjeshtëzohet kjo, me një fjalë që në një të ardhme mundet që një pjesë, një përqindje e vogël e këtyre grimcave, që janë grimca, si që thash, disa grimca që mund t'jedhe edhe në objekte të mëdha. Pra, kjo shkëputja mund t'jedhe në objekte të mëdha. Bile do t'ju them, para disa viteve kemi folur edhe në emision Enigma, por kam folur edhe kështu, dhe kemi folur për forcën e grimcave subatomike, ose të grimcave në përgjithësi që sillen në mënyrë të çuditshme, ose teoria e stringëve. Ç'është teoria e stringëve? Sepse nuk është një ide e re kjo që kanë zbuluar shkencëtarët, por e kanë zbuluar shkencërisht, sepse deri tani ishin vetëm ide. Pra thuhesh, por nuk ishte e zbuluar në mënyrë shkencore. Dhe ata e zbuluan në mënyrë të shkencore në laborator. Dhe po thosha, është një ide vjetër ku flitet për grimcat ose për teorinë e superstringëve. Çfarë bëjnë superstringët? Janë, me një fjalë, mendohet. Disa shkencëtarë thonë, bile thoshte edhe Einstein këtë, në qoftë se do të marrim një grimc subatomike ose një grimc, ta ndajmë këtë në dy copa, pra të njëjtit trup, ato sillen në mënyrë të çuditshme, në mënyrë të njëjtë. Pra edhe në qoftë se janë në distanca të mëdha, pra jo vetëm nga një dhomë në tjetrën, por edhe në distanca nga një cep në tjetrin të universit, ato sillen në mënyrë të njëjtë. Pse sillen në mënyrë të njëjtë? Sepse sipas gjasave, të gjitha grimcat të përgjithësi jetojnë në një botë të vetme, në një trup të vetëm që quhet univers. Dhe sillen sepse të çon edhe logjika. Ne jetojmë në këtë univers ku çdo gjë vetëm evoluon dhe nuk shkatërrohet. Pra evoluon në përgjithësi. Për shembull, le ta themi për njerëzit. Njerëzit, trupi fizik po flas. Okej, shpërbëhet, por ne kemi lindim fëmijë dhe fëmijët tanë lindin fëmijë të tjerë. Pra zhvillim, evoluim në përgjithësi, në pafundësi dhe në përgjithësi. Tjetra, edhe trupi që me fjalë fizik që tretet, por bëhet grimca. Pra grimca nën tokë. Dhe edhe nëse do të jetë plur etj, por qëndron gjithmonë në këtë planet. Pra në këtë planet, në këtë univers dhe reciklon në pafundësi çdo grimc, sepse ne jemi grimca. Dhe tjetra, në qoftë se do flasim për energjinë e njeriut, pra për shpirtin, si thot dikush, e njëjta gjë ndodh. Pra futet në një trup, shkon nga ky trup në tjetrin, e kështu me radhë në pafundësi. Pra çdo gjë, çdo grimc në këtë univers ripërtërihet në pafundësi, por është aty, ka qenë, është dhe do të mbetet. Dhe kjo është arsyeja që dikur mendoni që teoria e superstringëve nuk është gjë tjetër veçse një trup i vetëm i universit, që sillet në mënyrë të barabartë. E thash në këtë forum që të kuptohet edhe por zbulimi që është bërë tani i çmimit Nobel të këtyre 3 shkencëtarëve, ku edhe vetë Clark tha që mbetëm pa fjalë ku bëm këtë zbulim të çuditshëm, sepse e njihnim si fenomen, por kur u zbulua në mënyrë shkencore, mbetëm pa fjalë. Pra, e përsëris edhe një herë që të kuptohet, një grimc ndër shumë grimcat që lëvizin të fizikës kuantike, ndër shumë grimcat që lëvizin kur shkojnë përballë një muri, mund ta përshkojnë këtë mur nga ana tjetër
e përshkojnë disa nga këto, po disa jo, e përshkojnë murin nga ana tjetër pa patur atë lëvizje që për shembull të kaloj nga sipër, nga anët apo ku ta di unë, dhe kjo vlen edhe për grimca për energji, jo vetëm për grimca, por edhe për energji të mëdha. Gjë që vërteton në mënyrë shkencore që ne në një të ardhme mund të bëjmë edhe teletransportin. Teletransportin, njeriu mund të krijojë një makineri që e shndërron trupin e njeriut në grimca, e di që duket si fantazi për momentin, po prisni, sepse ja kështu vin këto, dal nga dal, dhe na i kanë thënë edhe në për filma, apo jo. Dhe me anë të kësaj teknologjie që tani po e zbulojnë, pra të këtij zbulimi të madh, mund ta marrin dhe ta përcjellin nga ana tjetër, ose ta shfaqin në një cep tjetër të botës, pra njeriun. Kështu që mund të arrijë momenti që të bëjmë edhe teletransportin me makineri, pra me një, sikur të jetë dhe makina që ne lëvizim, por të jetë një makinë kohe, okay? Pra, ky zbulim për mendimin tim është madhështor. Unë doja t'ja u thoshe sepse ne jemi pjesë e këtij universi, të kësaj bote, dhe me kalimin e kohës këto ndikojnë në zhvillimin e njeriut, ashtu si thash edhe telefoni, apo televizori, apo çdo gjë. Ne i përdorim çdo ditë dhe duhet që të jemi të informuar. Informacioni është dije dhe dija është pushtet, siç e kemi thënë. Kështu që ju falenderoj që jemi për herë bashkë Shqipe, do të dëshiroj një komentin tuaj, ndonse një pjesë nuk janë këtu me ne për të diskutuar këto gjëra, sepse janë larg nga këto, siç ju thash, u interesojnë më shumë ato banalitetet e ditës, sepse me atë ushqen. Por ne kemi nevojë për dije. Kështu që presim komentin tuaj. Okej? Hajde, ditë të mbarë, ju faleminderit që jemi bashkë.